Për kufirin veri perëndimor kujtojmë që Straboni përmendë si Ilir, Breunet dhe Genatet, një zemër të Alpeve të Europës. Heroditi shkruan se Danubi buron nga territoret keltike, pastaj vijonte në territoret ilirike. Heroditi ka shkruar para dyndjeve keltike, ku keltët njihen prej kulturës laten, qendra të liçenit në Zvicër, kështu Noricum, Australi, ka qenë i njohur si territor i lirë. Në Itali kemi Adriatikun i lirë, nga Venetët, Pikentët, Frentatët, Dautët, Mesapët, Peuketët, por edhe Konët ose Kanonët në Bazilikatën e lagur nga deti jon. Mund të shtohen edhe Sikulët dhe Elimejt në Siçili. Në Ballkan kemi padyshim të përfshirë grupin e njohur Ilirikët, Trakët, Dakët, ndërkohë që në enciklopedin kemi për Veriun, Kuadët e fiset të tjera të Suadetëve, Danubit deri në Baltik. Në jug kemi Greqinë e njohur si Pellazgji, por edhe me fiset të tjera iliro-pellazge të lëvizura më vonë, si Dorët në Peloponez, ishujt e Azisë së vogël, Beotët dhe Thesaletët, të ardhur nga Epiri e të përhapur në Thesali, Beoti, ishujt e Azisë së vogël. Në Azinë e vogël kujtojmë Frigjët e mbretin e famshëm Midas, shkëputur nga byrgët ilirë që banonin nga Adriatiku afër Durrësit, në Egjeun afër Selanikut, po ashtu edhe Bitinët, Trakët, Dardanët, e Trojanët e Dardanelët. Pas shpjegimit të hartës le të përqendrohemi te Arvanitët. Historiografia zyrtare thotë se ka shkuar atje në shekullin e 16 si emigrant dhe për këtë ka dokumente të kohës. Ka disa probleme me këtë teori, ku 3 janë më kryesore. Dialekti Arvanitas është më i afërt me dialektin Çam, pra fqinjët me atë dialekt, që do të thotë se është dialekti formuar në territoret fqinje me Çamërinë, pra aty ku njihet si Greqi. Në shekullin e 15, autorët e kohës thonë se shumica e popullsisë në Greqi ka qenë arvanitse. Arvanitët e quajnë gjuhën e banorëve të tjerë të Greqisë si shklejërishte, do me thënë shqerishte, gjuha e shqeve, shkijeve, slavëve.